Në qoftë se Shqipëria vazhdon në trajektoren aktuale, cila do ishte frika jote më e madhe? Kolaps ekologjik, konflikte sociale? Kolaps ekologjik dhe konfliktet sociale, jemi tani në atë stad të kolapsit ekologjik dhe konflikteve sociale. Kudo që ti udhton, nëse je mes malësh në Shqipëri, ti do shikosh erozion, do shikosh që për të krijuar rrugët janë prishur male, janë prishur disa habitate, dhe ti shikon erozionin, shikon edhe fragmentimin e lumenjve nga digat. Nëse ti je në Bregdet, ti shikon një humbje totale të brezeve të gjelbra që duhet ishin në Bregdet. Pra një pjesë e madhe e Bregdetit shqiptar ka vetëm godina, nëse marrim rastin e Durrësit. Për shembull, dhe ky trendi i Durrësit tani po përhapet gjithmonë më shumë. Pra nuk kemi një vi bregdetare të shëndetshme në asnjë lloj mënyre. Lumenjt gjithashtu kanë sjell gjithçka që kanë marrë gjatë rrugës me vete, dhe duhet kuptuar gjithashtu që një prej funksioneve shumë të rëndësishme të lumenjve është edhe marrja e sedimenteve nga zona shumë thella malore dhe sjellja e tyre në Bregdet, në një lum të shëndetshëm. Një pjesë e sedimenteve bllokohen nga digat, kështu që nuk arrin kurrë në Bregdet, ndërsa një pjesë tjetër arrin në ndotur, dhe sedimentet zakonisht me kalimin e kohës formojnë dhe habitatet në cilat ushqehen shpendët e ndryshëm apo gjallësat ndryshme që jetojnë në laguna.